Përshëndetje juve miq të nderuar. Me kërkesë të një numri jo të vogël nga ju, megjithatë arrita që sot këto ta shpjegoj luftën civile në Sudan, lufta ndër më të përgjakshme që ka ndodhur në dekadat e fundit dhe sipas raporteve të organizatave kredibile e sidomos të Organizatës së Kombeve të Bashkuar, lufta civile e Sudanit është më e përgjakshmja në 40 vjetët e fundit dhe sot konsiderohet katastrofa më e madhe në botë. Se për çfarë është fjala, do të mundohem në minutat në vazhdim të shpjegoj, duke ju bërë me dije se një material kaq i gjerë që ndërthur ngjarjet në 40 vjetët e fundit, është e pamundun që të shpjegohen në mënyrë të duhur për 30-40 minuta, megjithatë unë do të mundohem që brenda kësaj videoje, brenda kësaj ligjërate, ti përmbledhi sekuencat kryesore në mënyrë që ju ta kuptoni gjenezën të tanishmen dhe të ardhshmen tragjike të Sudanit. Që nga prili më sakt i vitit 2023, Sudani është zhytur në një luftë civile të përgjakshme midis forcave të armatosura të Sudanit, shkurtesa SAF, të udhëhequra nga generali Abdel Fattah el-Burhan dhe në anën tjetër forcave të mbështetjes së shpejt RSF të komanduara nga Mohamed Hamdan Dagalo, i njohur me pseudonimin e tij Hammeti, emën këtë të cilën më shumë e gjeni të tillë se sa si Hamdan Dagalo. Konflikti në Sudan, kjo luftë civile aty ka shkaktuar një katastrofë humanitare, ku afër 40 milion njerëz janë të zhvendosur, qindra mijë të vrarë vetëm tani, duke mos përmendur për momentin afër 4 milion të tjerë të vrarë nga viti 1985, dhe me qindra mijë të tjerë të cilët ende konsiderohen të zhdukur. Kjo përplasje rajonale ka aktorë të ndryshëm të cilët po përpiqen të fitojnë influencë brenda dhe ndikim jashtë kufive të Sudanit. Në këtë video pra, do të mundohem të shpjegoj gjenezën e konfliktit, kush mban përgjegjësi, cilat shtete po e mbështesin dhe çfarë don të thotë lufta civile në Sudan për rajonin dhe botën. Sudanin, miq, si fillim mund ta përshkruajmë kështu: është vendi i cili për dekada të rënditet nga ideologjia te tragjedia, nga turabi tek ëndra e shtetit islamik të Omar Beshirit dhe regjimit të tij të hekurt. Prej ose nga generali Abdel Fattah el-Burhan të Mohamed Hamdan Dagalo, të cilët luftojnë për një Sudan të rënuar deri më tani e deri tek historia e një vendi, një rrugtim të cilën e ka, një rrugtim që lëviz midis utopisë dhe katastrofës fiktive. Sudani sot është bërë pasqyra e përplasjes midis fesë, pushtetit dhe pasurisë, ku çdo ideologji, nga islamizmi deri tek nacionalizmi, ka djegur tokën e Sudanit që pretendojnë se janë duke e shpëtuar dhe rindërtuar. Kjo luftë civile, miq, po hyn në vitin e tretë. Dy fraksionet ndërluftuese të Sudanit vazhdojnë luftën e tyre vdekjepruse për pushtet.
Sipas raporteve të OKB-s, numri I të vrarëve nga 15 prilli 2023 kalon mbi 150.000 viktima. Më shumë se 40 milion të zhvendosur, kështu duke shkaktuar krizën më të madhe dhe më të rëndë të zhvendosjes në histori. Prej tyre, 3 milion janë të zhvendosur në zona të varfra, të paqëndrueshme, si në Çad, Etiopi dhe në Sudanin Jugor. Kampet e refugjatëve atje janë të mbushur me njerëz ku s'ka as buk, as ujë e as ilaçe. Me qindra mijë të tjerë vdesin atje pa u evidentuar se kush ka qenë, prej nga ka ardhur dhe kujt I përket. OKB-ja raporton se rreziqet e përkeqësuara të sigurisë dhe të ushqimit po shkaktojnë krizën, siç e quan OKB-ja, krizën më të madhe të urisë në botë. Si ka nis kjo? Ku është Sudani? Si ta kuptoni Sudanin më lehtë? Deri në fund të mesit të shekullit të kaluar, pra deri ka fundi I përfundimit të luftës së dytë botërore, Sudani ka qenë një protektorat I përbashkët I Egjiptit dhe Britanisë, I njohur si kondominiumi anglo-egjiptian. Ndarja e thellë midis rajonit verior të pasur, I cili është me shumicë arabe muslimane, dhe rajonit të Sudanit Jugor, më pak I zhvilluar, I cili është me shumicë të krishterë dhe animist të shumtë, ka shkaktuar 2 luftra civile e në të dytën prej tyre pasoi ndarja e Sudanit në 2 shtete në vitin 2011. Lufta e dytë civile sudaneze, që nis nga vitin 1983 deri në vitin 2005, ka vrarë diku afër 2,5 milion njerëz dhe njihet si koha e urisë dhe mizorive më të mëdha, të cilat nuk janë pa as përgjatë luftës së dytë botërore. Në korrik të vitit 2011, territori jugor I Sudanit shkëputet dhe formohet një shtet I ri. Nga ajo kohë quhet Republika e Sudanit Jugor. Se pse ndahet këto dhe çfarë ka në Sudanin Jugor, e kam shpjeguar në një nga videot e mia dhe po e përsëris këto. Burimet e naftës, që Sudani konsiderohet një shtet shumë I pasur me naftë dhe me minerale tjera që do t'i përmende, kanë mbetur në pjesën jugore. Megjithatë, varfëria, pamundësia e shtetit dhe mosinteresimi I kompanive perëndimore për të nxjerrë naftën rafinuar dhe shitur e kalën Sudanin Jugor si një prej vendeve më të varfra në botë. Është shumë normale në qytetet e Sudanit Jugor të gjesh njerëz të vdekur nga uria, smundjet, droga dhe vrasjet që bëhen ndërvete dhe pa I marrë dikush dhe varrosur. Thjesht një gjendje katrahure në Sudanin Jugor edhe pas pavarësisë të vitit 2011. Shkojmë tutje. Diktatura e Omar el-Beshirit. Ju kujtohet ai presidenti I trash I Sudanit me atë gaxharulkën që ka ecën vazhdimisht si një simbol kombëtar I sudanezëve. Omar Beshiri
i cili e merr pushtetin në vitin 1989. Njihet kjo periudhë si ndër më të ashprat në diktaturat më të ashpra në kontinentin e Afrikës. Gjatë kohës së tij si president, ndodh pra lufta e dytë civile, shkëputja e Sudanit Jugor dhe ajo të cilën në të botë e lexoja vazhdimisht konflikti apo lufta e përgjakshme për Darfurin, një zonë ka perëndimi në mes të hartës, ka perëndimi i Sudanit. Lufta e Darfurit tash, e cila shpërtheu në vitin 2003, u dënua më vonë nga gjykata ndërkombëtare penale GNP-ja si një gjenocid që synonte populatat jo arabe dhe fiset të tjera të cilat nuk kishin të bënin apo nuk i takonin sunnizmit sheriatik të cilën e promovante diktatori Omar el-Bashir. Bashiri e zbatoi një kinse ligjin e sheriatit, krijon policin private të tij, policin morale, i vret të krishterët në për Sudan, ndjek ashpër dhe i persekuton vehabit, i vret kudo që i gjen shetet dhe ndalon aktivitetet fetare të pakicave të ndryshme në teritorin e Sudanit. Omar el-Bashiri më pastaj do të përballet me protesta popullore të cilat vazhdimisht rriteshin dhe ku kërkohej demokraci dhe një sistem i ri qeverisjeje. Revolucioni kundër tij kulmoi në gusht të vitit 2019, pra i cili u krye bashkërisht nga Safi i El Burhanit dhe fraksioneve të tjera të cilat sapo i përmenda më lart, që udhëhiqeshin nga Muhammed Hamdan Dagalo, të njohura si RSF. RSF-ja kush është miq? Safi po dihet se është organizma shtetnore e ushtrisë që udhëheq El Burhani. Po RSF-ja kush është? Është një grup paramilitar më i fuqishëm që doli nga epoka e Omar Bashirit si evoluim i milicisë Janjaweed. Një grup i armatosur me shumicë arabe, sunnite, i financuar nga vet Omar el-Bashiri dhe nga disa vende arabe për të shtypur rebelet sudanez të jugut, të cilët kërkonin pavarësi dhe për ta luftuar çdo kë që ngritej në rajonin e Darfurit. Pra, Janjaweedet janë ata të cilët i kanë kryer masakrat në Darfur. 2 vitet e para të konfliktit në Darfur kanë marrë jetën e 360.000 njerëzve miq. Një digresion. Çdo shtet që thirret në një ideologji apo në një fe, edhe islame, koft evlia, nëse sistemin politik nuk e bën të akomodueshëm, të pranueshëm në të mirë të qytetarëve të vet, çfarë do emni veja ati sistemi politik, ati shteti, ajo shtet fashizohet. Një shtet i cili thirret në fe, në cilën do fe, në rastin konkret, në fen islame, nëse nuk ja u siguron të gjithëve aty që jetojnë jetën e tyre, lirin fetare, lirin ideologjike të tyre, të cilët nuk e prekun shtetin, nuk e dëmtojnë shtetin,
por e qojnë jetën e tyre, ai shtet është shtet fashizoid. Regjimi i Omar el-Beshirit është thirrë në sheriat, por nuk ka lënë të veproj, jo fet e tjera, animiste, por nuk ka lënë të veprojnë aty, të jetojnë dhe të kryejnë obligimet e tyre fetare, edhe pjestarët e mezhebeve, frakcioneve të tjera të cilat kanë jetuar në Sudan. Shiitët, Vehabit, Malikit dhe fraksionet të tjera. Thjesht një shtet diktatorial, i cili është thirrë në sheriat, është thirrë në islam, por pikërisht ky e ka dëmtuar më së shumë vlerën e sheriatit dhe vlerën e asaj që mund të quhet një shtet islam. Mbështetja miq e Omar el-Beshirit që ja jep Xhanxhevidëve kishte synimin që Xhanxhevidët të shërbenin dhe më pastaj edhe vihen në praktik si një roje, dëgjoni, kufitare. Vetëm këtyre ju ka besuar Omar el-Beshiri, janë përdorur dhe vepruar si mercenar për koalicionin saudit në luftën e Saudis kundër Huthive në Yemen, që janë shiit, dhe është përdorur si një forcë sigurie për të shtypur të gjitha lëvizjet, protestat, demonstratat të cilat herher bëheshin si rezultat i paknatsive të mëdha ndaj regjimit të Omar el-Beshirit. Lideri i RSF-s, që këtë Hamdeti, u bë, duke u mbështetur nga Omar el-Beshiri, një nga njerëzit më të pasur, jo në Sudan, por në kontinentin e Afrikës, pasuria të cilit arrin mbi 4 miliard dollar, dhe kështu, ky njeri kriminal, i cili sot po vret pamëshirshëm kudo nëpër Sudan, i merr nën kontrollin e tij minierat e arit, të argjendit dhe të mineraleve të tjera të cilat kontrollohen vetëm nga ai. Para vitit 2019, thash është material i gjanë, po do të mundohem me e sjell në ato çka po ndodh sot, dhe mendoj se do ta krijoni një mozaik të plotësuar relativisht për me ditë se çfarë është Sudani, sepse në fakt miq edhe ndjejsha edhe përgjegjësi morale, edhe nder, edhe gjithë ato thirrje, ato komente, ato shkrime, po mendoj mesazhe, Sudani, çfarë është ndodh. E pasha edhe vetë se dohet po ka me uqa sefte, wa lillahi alhamd, Zotit falenderime 24 orë. Para vitit 2019, Omar el-Beshiri autorizon RSF-jen për të mbrojtur atë nga çfarë do grushteti apo nga çfarë do përpjekje për vrasjen e tij. Mirë po, çka ndodh? Pak më vonë, pikërisht që kjo RSF-ja, bashkë me Safin, e bëjnë grushtetin e vitit 2019 dhe e rrezojnë Omar el-Beshirin. Në këtë kohë, tani krijohet një qeveri kalimtare dhe një kushtetut e ri. El Burhani merr udhëheqjen e Këshillit të Sovranitetit Kalimtar, ashtu është quajtur, ndërsa Dagallo bëhet zëvendësi i tij. Këshilli e zgjedh Abdullah Hamdakunin për kryeministër të Sudanit. Hamdakun mundohet që t'i zbut problemet ekstreme, fetare, etnike e sidomos ekonomike dhe paraqet një projekt për stabilitet diplomatik në marrëdhënie me botën perëndimore. Megjithatë, Safi
dhe RSF-ja orkestrojnë një grushtet të ri kundër Hamdokut dhe në tetor të vitit 2021 e pezullojnë kushtetutën pasi ta rrëzojnë Abdullah Hamdokun. Në përgjigje të kësaj, institucionet ndërkombëtare si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar ndalojnë lehtësimin e borxheve dhe ndihmave të tjera për Sudanin, të cilat ishin tejet në nevojshme, dhe këtu fillon tragedia e madhe e Sudanit. Varfëria dhe lufta për mbijetesë, për fuqi, për pasuri, për kriminalitet dhe për çdo gjë që kanë mund dhe janë të mujt me bëhe sudanezët. Muajt kalonin e lufta për pushtet tash midis Safit, El Burhanit dhe RSF-s Dagalës vazhdon të rritet, por edhe ta varfroj ditë e ma shumë Sudanin. Deri në fillim të prillit, trupat e Safit pushtojnë, marrin nën kontroll rrugët e kryeqytetit El Khartoum dhe ushtarët e RSF-s vendosen më pastaj drejt jugut të Sudanit. Me 15 prill të këtij viti, një seri luftimesh të ashpra, masakra mes vete fillojnë rreth Khartoumit dhe nëpër qytete të tjera. Target sërish bëhet rajoni i Darfurit. Përfshirja e grupit Wagner të Putinit të Rusisë dhe ndikimi ushtarak i huaj i shteteve që kanë interesa aty, sidomos në brigjet e detit të Kush dhe minierat tepër të pasura me uranium dhe me ari, veçanërisht sipas disa raporteve, sipas disa analizave, edhe interferimi skandalos i Emirateve të Bashkuara Arabe në konfliktin brenda Sudanit thelluan edhe më shumë. Jo vetëm rivalitetin mes tyre dy krahëve, por e quan edhe më thellë krizën e Sudanit dhe tragedia fillon të rritet. Vrasja e guvernatorit të Darfurit perëndimor, Sheikh Khamis Akbar, në qershor të vitit 2023, jep mundësi që militantët e RSF-s të vazhdojnë edhe më tutje për zhgallëzimin, duke akuzuar Safin se Safi është ai që vrau Khamis Abakarin. Megjithatë, Safi, si një krah i shtetit i Khartoumit, fillon sulmet me aeroplan, me tanke dhe me raketa mbi caqet e RSF-s. Lufta e vërtet fillon në këtë kohë. Human Rights Watch ka dokumentuar prova të mizorive, të shumta, të lahtarshme, të kryera gjatë kësaj kohe, duke shkaktuar më pastaj edhe spastrime etnike dhe krime genocidale si dhe krime lufte. Në fillim të nëntorit të vitit 2023, RSF-ja dhe milicit aleate vrajnë 1.000 njerëz për një natë në qytetin e Ardamarat të Darfurit. Komisioneri i lartë i OKB-s për refugjatët UNHCR, Filippo Grandi, paralajmëron në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara se dhuna aktuale në Sudan është e njëjtë si dhuna e dikurshme apo lufta e dikurshme në Darfur, ku për 3 javë ishin vrarë 360.000 njerëz.
më pastaj edhe 1.100.000 të tjerë midis viteve 2003-2005 sipas Filippo Grandit. Ambasadorja e SBA-ve në Kombet e Bashkuara, Linda Thomas-Greenfield, paraqet provat e saj, të cilat tregojnë se gratë dhe vajzat deri në moshën 14 vjeçare kanë qenë viktimat e dhunës seksuale të kryera nga RSF-ja. Që kjo RSF-ja, miq, sipas raporteve po them, ende nuk ka fakte të cilat do të ngritnin, sipas të cilave do të ngritej padi kundër Emirateve të Bashkuara Arabe, e që Emiratet e mohojnë rolin e tyre dhe mbështetjen e tyre, por ka shenja, raporte të cilat flasin se Emiratet e Bashkuara Arabe janë shteti kryesor që qëndron pas RSF-s. Se cilat shtete me kë e qysh e tek, dhe një fari historiko që hedh drit mbi këtë që e thash deri më tani në minutat në vazhdim. Miq të dashur. Një keqe që ka ndodhën kohëve të fundit është edhe vendimi i administratës Trump për të ngrirë të gjitha ndihmat humanitare për Sudanin. Dhe numri i vdekjeve tani më është në qindra për çdo ditë nga uria. Kështu, miq, dimensioni etnik, rajonal, resursor, fetar, ideologjik, dobësimi i dominimit të qeverisë qendrore të Khartoumit mbi periferit e vendit, si në Darfur, Kordofan e të tjera, përplasja mbi aksesin në toka strategjike, sidomos kadeti, në minerale dhe përpjekja për përfaqësime sa më të gjera dhe më të fuqishme politike janë faktorët kryesor. Jo që po më pyetni ku është gjeneza e problemit në Sudan, janë faktorët kryesor të luftës civile që tani është duke u bë në Sudan. Po, gjeneza ku niset, bash ku niset. Pas përmbysjes së Omar al-Bashirit në vitin 2019, Sudani hyn në një periudhë tranzicioni të pasigurt 100%. Ushtria e RSF-s, të cilën e përmenda pak më parë, angazhohet për ndarjen e pushtetit me Safin. Në një kohë krijon aleanca, konflikte aleanca dhe rezulton në luftën civile. Safi, e cila përfaqëson elitën tradicionale të shtetit dhe byrokracinë ushtarake, mbron Khartoumin zyrtar, ndërsa RSF-ja e lidhur me milicit e dikushme të Xhanxhawidit në Darfur përfaqëson forcat para ushtarake të pasura shumë nga tregtia e arit dhe lidhjet e saj direkt, për fat të keq nëse del e vërtet, me Emiratet e Bashkuara Arabe. Konflikti sudanes është bërë arena e ndikimit tani më të fuqive rajonale dhe globale. E dini, në çdo konflikt hyjnë shtetet të cilat kanë interesat të interferojnë në rajone konfliktoze. Çka ndodh, miq? Safin e El-Burhanit, generalit El-Burhan, fillon të mbështet Egjipti, deri diku Arabia Saudite. Egjipti për shkak të sigurisë e ka në jug, në kufi dhe në për Sudan kalon Nili, e për Nilin ka probleme me Etiopin atje poshtë, sepse Etiopia në një kohë e ka nxit Sudanin që ta bën edhe Sudanin një pend.
si që ka bo Etiopia për të dopsuar Egjiptin, a Egjipti disa herë ka shprej gatishmërinë se është në gjendje të hyjë në luftë me Sudanin dhe Etiopin për mbrojtjen e Nilit, kërcënime e kur gjë s'ka mujt me bo, sepse në fakt në Etiopi është bo penda më e madhe në botë e Nilit, e kemi shpjeguar edhe këta në një video të kaluar. Ndjes nëse mazini për jo kështu, jo akademike, jo fort modeste kur them e kam shpjeguar. Synimin e kam që jo ta dini 100% se të gjitha video të cilat i bëj ndërthurën dhe kanë ndërlidhje kronologjike. As një video, jo mund të nini një video kër e bëj, por esencën, gjenezën e saj, atë bërumin, thelbin, përmbajtjen nuk mund të kuptoni pa i kuptue edhe 4-5 videot e kaluara. Pa i përcjell ato, sepse ndërlidhen, siç ndërlidhen gjërat në marrëdhënie ndërkombëtare dhe ma këta nuk javë përsëriti. Do me thonë miq, safin e mbështet Egjipti, Arabia Saudite për një stabilitet rajonal, për ruajtjen e ndikimit të vetë Riadi zyrtar, por edhe në mbështetje të Kairos të Egjiptit në Sudan. Tjetër, RSF-ja mbështetet, dihet botnisht, se a qënë arma senan, flas apet për raporte, po mënona mu të regu pak si diplomat kështu, RSF-ja mbështetet nga Emiratet e Bashkuara Arabe me dyshime për ndihmë logjistike edhe nga Rusia. Ndërsa Wagner dihet botërisht që ka pas në kontrollin e vetë tregtin e arit, ato burimet e arit, dzehen e arit dhe ka kontrolluar si të ishte tokë e vetë rrugët tregtare midis Libis dhe Sahelit. Wagneri ka qenë aty, deri me vrasjen e atij kokës së kriminalitetit. Ndikimi rus pra i grupit Wagner ka operuar në minierat e arit në Darfur, duke ndihmuar RSF-n në këmbim të dhënjes së pasurisë Wagnerit. Thuhet se Wagneri nga Sudani, ka raporte të shkruara, ka marrë diku mbi 7 tonelata ari dhe e ka dërguar në destinacione, sidomos në Rusi. Perëndimi tash, SBA-ja dhe Bashkimi Evropian botërisht kërkojnë ndaljen e konfliktit dhe kthimin në procesin politik civil, mirë po në të njëjtën kohë kanë ingerenca edhe ushtarake për shkak të detit të Kuq, aty ku del pastaj të Akabaja dhe puqet me brigjet e Izraelit, të Egjiptit dhe të Akabas në Jordani. Pra, brigjet e Sudanit, sikur të Somalilandi dhe Somalia poshtë atje, pastaj lshohësh të poshtë ka Afrika dhe këndej ka Jemeni, tani për tani është zona më e ndjeshme dhe në një video pa të thënë se nëse është ndonjë vend që mund të pëlqet lufta e tretë botërore, është pikërisht kjo zonë për të cilën ne po flasim. Brigjet e Sudanit këndej dhe të Jemenit natan. Sepse në përdetin e Kuq, afër 32% të transaksioneve tregtare, kontejnerave, anijeve, armëve, nafta, gazi dhe të tjera kalojnë që aty. Shto kësaj edhe 12% të kanali i Hormuzit andej midis Iranit dhe Emirateve, Katarit, Omanit, Arabi Saudite dhe ka lindja atje e Jemenit, mbi 40% e transaksioneve tregtare e tregtisë botnore, Afrikë, Evropë, Azi, Atlantik,
Amerikë Latine, Amerikë Veriore, kalojnë andej pare. Andaj, unë mendoj, shikuar nga kjo perspektiv e rëndësisë kaq të madhe strategjike të atij rajoni, lufta e tanishme civile nuk është luftë vetëm për pushtet, por është luftë në të cilën puqen dhe ndërthuren interesat e shteteve të fuqishme, edhe të BE-s, edhe të SBA-s, megjithëse që të dyja këto kërkojnë ndaljen e konfliktit. Sudani miq, nëse doni me ditë nga perspektiva e pasurisë, zotron rezervat më të mëdha të arit në botë pas Afrikës Jugore dhe Venezuelës. Është e katërta në botë me krom, e njohur ndër 8 të parat me bakër dhe uranium, dhe të cilat këto xehe e bëjnë vendin të kthehet në një objektiv dhe target i rivalitetit ndërkombëtar. Pozicioni strategjik i Sudanit, që është ndërmjet detit të Kuq dhe rajonit të Sahelit, e bën atë porta më strategjike për tregtinë, emigracionin dhe sigurinë e Afrikës poshtë dhe sigurinë e lindjes së mesme ka Veriu. Mbi 10 milion njerëz janë zhvendosur vetëm vitin 2025. Shifrat përmenden andej e këndej, por tërësia e numrit të zhvendosurve brenda dhe jashtë Sudanit është afër 40%. Raportohet, afër 40 milion, raportohet se vetëm në Egjipti është mush me sudanez kanë hy mbi 3 milion refugjat të Sudanit. Në luftën për kontrollin e pasurive dhe së ardhmës së rajonit, s'do mend se interesohen edhe shtete si Turqia dhe Izraeli. Megjithatë, miq, me kujdes të shtuar po flas. Deri më tani nuk ka dëshmi të besueshme se Turqia dhe Izraeli janë drejt për drejt të përfshira në luftën civile në Sudan. Megjithatë, të dyja këto vende kanë interesa indirekte dhe gjeopolitike në rajonin e luftës, të cilat ndikojnë në mënyrë të ndërthurtë edhe në zhvillimet e luftës civile atje. Turqia në kohë përgjatë kësaj periudhe sa është ky Erdogan, kanë ndjekur një politikë të fuqishme për zgjerimin dhe ndikimin e Turqisë në Afrikë, duke e bërë Sudanin si porta strategjike kryesore për interesat e së ardhmës së Turqisë. Nën regjimin e ish presidentit Omar al-Bashir, Turqia ka nënshkruar një marrëveshje të madhe ekonomike mbi 7 miliard dollar dhe merr në menaxhem ishullin Suakin. Ju kujtohet, prap po them, në një video kur kam thënë atje një fitore spektakolare e Sudanit dhe e Turqisë, sepse arriti të vendoset, të akomodoj ushtri dhe të ndërtoj portin e Suakinit, mbase Omar al-Bashiri i pati dhënë në dorë se kjo pjesë e Sudanit është e jotja dhe ti menaxhoje. Atë botë, këti Erdoganit ju pa dhënë rasti ta mbaj edhe një fjalim në Universitetin e Khartumit dhe i jepet ai titulli që është boe hajgare doktor Konanaus Kausa, se di që quajnë, kishe doktor shkence. Pas rrëzimit të Beshirit, ndikimi turk fillon të zvoglohet ndjeshëm
pasi qeverit e përkohshme të cilat vinë pas Beshirit në Sudan, detyrimisht fillojnë t'i ofrohen Egjiptit dhe Arabi Saudite. Në një kohë kur marrëdhëniet e Turqisë me Egjiptin dhe Arabin Saudite, dihet botërisht, kanë qenë mjaft të tendosura. Aktualisht, sot, Turqia ndjek një politik neutrale, duke ruajtur kontaktet me të dyja palët për të mos humbur terrenin ekonomik, sidomos ishullin e Suakinit. Në anën tjetër, Izraeli është shumë i interesuar në normalizimin e gjendjes në Sudan, që jo për diçka tjetër, por për të ruajtur interesin e vetë, në mënyrë që në Sudan të mos akomodohen ushtri, sidomos Turqia, nga e cila Izraeli ka një ndeshmëri të madhe. Nuk ka dëshmi as për Izraelin, si thash, se ka dërguar forcat të armatosura apo armë në Sudan, as për këtë palë, as për atjetërën, por që është i një rëndësie strategjike. Dhe për fund, pak minuta miq. Para vitit 1985, president i Sudanit ka qenë një farë Gjafer Nimeiri. Sa isha student në Egjipt, fliteje për fliteje shkrunin gazetat dhe nga përsa afërmi, po detyrimisht për ditësie qelqet i Ahramin, El Akhbar, gazetet, apo lajmet, Gjafer Nimeiri, Omar el-Bashir, aj tjetëri, s'kishe qare pa i ditë. Kujtes nga atje, leximi më pastaj shumë sporadik dhe këto do të bi disa informacione. Me rënjen e Gjafer Nimeirit në vitin 1985, a Gjafer Nimeiri ka qenë edhe ky një farë dispoti, një farë diktatori, që ka pretendu se po e praktikon islamin, sheriatin në Sudan, ku hec mëre sheriatin me një vend ku kejt vdesin urije. Po se do i lumi Allah bre këto. U vla, ndreqe ekonominë e vendit, ndreqe jetën, ndreqe prosperitetin e qytetarëve tu. Muslimanet kishtë ere, jahudijet pa feje, me feje, shkat dush le tjetë. E kimi fola, prej presidentit, prej liderit të shtetit, nuk kërkohet më konë në i farë takvaje, që se shkela zbobresin. Më konë i mirë me fej me nimet, po, super. Po se ka, prej ti kërkohet që të jetë i drejt ndaj qytetarëve të vetë, ta udhëheqë vendin e vetë. Jo knej me u thirë për shtet demokratik numër 1, me kushtetutën më të mirë, anë praktike lungë. Jo knej me u thirë në shëriatën, në islamin, në pejgamberin, në imi pasarës të pejgamberit, bakraqe, hajgaret të tjera që shbojnë shumë lider arab, edhe shumë familje arabe, a knej e ka lungë. Kriminaliteti, droga, imagina edhe Bashar al-Asadi është thirë në islamin, në këto e në atjetërën e Saddam Husseini me gjithë që nacionalist bathe, krejt liderët arab, e përdorin fejen si një instrument për t'i mashtru njerëzit. Andaj une jam indjeshëm edhe tek ne këto. Partit politike, njerë që formojnë grupe, aleanca, sene, parti hin, mos të flasin kauza këne e ka. Puna vlavë jem. Puna, qëtje kauzën tane, e kije për këto, puna, po mos i mashtron gjematin, mos i merë model vendet arabe, të cilat në emën të islamit e kanë shkatru islamin dhe popojt arab, popojt musliman atje. S'po thëmë se na imi si ata, jo, elhamdulillah, shumë ma mirë jemi, me gjithate do të mjo ikën këtyne sendeve. Pra, miq, historia 40 vjeçare e Sudanit është edhimshme nga koha e që di Gjafer Nimeirit. është edhimshme, bile është edhe e trishtushme. Tranzicioni i parë në Sudan ndodh midis viteve 1985-1989, pas rënjes së Gjafer Nimeirit bëhet një farë qeverie
si demokratike, si civile, si sene, po në qershor të vitit 1989 ndodh ai ngrushteti që e sjell në pushtet që kriminalin, që diktatorin Omar el-Beshirin. Megjithatë, dëgjoni, në sfond, në prapasken të Omar el-Beshirit ka qenë Hasan el-Turabi. Hasan el-Turabi është një ideolog islamist që ka udhëhequr lëvizjen e quajtur Fronti Nacional Islamik, NIF, National Islamic Front, dhe e ka mbështetur regjimin që synonte krijimin e një shteti islam me shariat dhe bërjen e Sudanit si qendër e influencës islame në Afrikë dhe në botë. Gjatë kësaj periudhe miq, shteti islam me shariat në vitin 1980 përgadit terrenin për një luftë në Sudan të pastrimit të Sudanve nga të pafet. I fillojnë sulmet mbi Darfurin dhe si rezultat skenat dramatike. Turabi në fakt, Hasan el-Turabi, po flas si politikisht, si dietar, si ideolog, si reformator, ka qenë i mahnitshëm, po flas nga perspektiva politike, synimi i tij politik. Pra, Turabi ka qenë mendja që ka lëviz përpara strategjin politike të regjimit të Omar el-Beshirit sipas revistas shkencore Foreign Policy, të cilën unë e përcjelli deri në ditët e sotshme për më shumë se 3 dekada. Me kalimin e kohës, megjithëse Hasan el-Turabi ishte ideatori, koka e Omar el-Beshirit, midis Omar el-Beshirit dhe Turabit fillojnë konfliktet për pushtet, sepse Turabi si ideator nuk e le me gabu shumë, mu largu pej shariatit, sipas tina, sipas ignorancës gjahiljetit të tjera, dhe kështu Omar el-Beshiri një dit e burgos Turabin. Kur e burgos Turabin, shka mi ju thonë poplit, tash fillon lufta në Sudan midis fraksioneve që dalin nga që kjo përbashkësia e dikurshme midis Omar el-Beshirit dhe Turabit. Përpasoj luftë civile. Ky thët se Turabi e ka mirë, ky thët se Omar el-Beshiri e ka mirë. Atë që të dy pretendojnë se janë duke e praktikuar shariatin dhe se po e shndrojnë Sudanin në një epicender nga ku do të rrezatojnë deritat e islamit dhe ku do të përhapet fryma muhammedie. Turabi po ishte truri ideologjik i Besharit, i këtij Omar el-Beshirit. Megjithatë, pikërisht që ky Turab më pasaj bëhet molla e sherrit të luftave politike dhe luftave civile të cilat kanë vazhduar deri në ditët e sotshme. Gjithsesi miq, duke e përfunduar temën, nisur nga Gjafer el-Nimeiri, pastaj Hasan el-Turabi, pastaj Omar Beshiri, pastaj tash ky el-Burhani, pastaj Dagalo, që ky Hamdi, dhe disa lider të tjerë të gjithë, aq sa kanë mujt dhe aq sa kanë dit, janë faktorët kryesor, njerëzit kryesor, të cilët në vend se ta lulëzonin Sudanin, një territor aq i madh, në për të cilin kalon Nili, që shkruhet në për studime se mund të jetë hambari i gjithë Afrikës dhe Evropës, po të punohet si do, me ato pasuri të pashtarshme të arit, të uraniumit, të kromit, me atë pozitë strategjike në Gryk, në hyrje të detit të Kuq, në vend se ta bënin Sudanin një vend
i lullzuar, ku njerëzit jetojnë me prosperitet, pikërisht këta njerëz. Këto elita politike e kanë prua gjendjen deri këto. Miru pafshim.